Mirë se erdhët të dashur Bërqeapër në Letra të Rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Sot është një temë komplet tjetër, kur kam përzirë letrat dhe kur I hapa, pyetja ishte: çfarë duhet të ndryshosh tek vetja Bërqeapër që jeta jote, synimet, qëllimet, dëshirat e tua të ecin përpara? Ndonjëherë nuk është mungesë e mundësive Bërqeapër ajo që na ndalon, por mënyra si mendojmë, si reagojmë dhe zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Le të shohim çfarë mesazhi kanë letrat. Fillojmë me këshilltarin këtu. Kjo letër tregon se e bën njeriu që të gjithë kërkojnë kur kanë nevojë për një mendim, një zgjedhje ose një këshill, Bërqeapër. Ke fituar përvojë dhe nuk merr vendime me nxitim. Ti e shikon një situatë nga disa këndvështrime përpara se të flasësh. Por këtu del edhe një paradoks. Ti di të këshillosh të tjerët, ndërsa kur vjen puna te jeta jote, e ke shumë më të vështirë të dëgjosh veten. Sa herë I ke thënë dikujt mos ke frikë, provo. Ndërkohë vetë vazhdon të shtysh një vendim që e di se duhet ta marrësh. Kjo letër nuk të kritikon. Ajo të kujton se mençuria nuk matet me këshillat që jep të tjerëve. Matet me aftësinë për t'i zbatuar edhe në jetën tënde. Sepse ndonjëherë përgjigjen e di prej kohësh, thjesht nuk ke marrë ende guximin ta pranosh. Bërqeap. Peshqja e ajrit. Kretë tregon se kohët e fundit ke kaluar se po kalon një konflikt. Jo domosdoshmërisht një debat me dikë, mund të jetë edhe një luftë me veten. Një pjesë e jotja thot, lere, vazhdo përpara. Ndërsa pjesa tjetër vazhdon të kthehet tek ajo që ndodhi. Duke analizuar, fjalët që janë thënë, te padrejtësitë, te njerëzit që të zhgënjyen. Problemi është se sa më shumë të rikthehesh këtu, aq më pak energji të mbetet për të ndërtuar atë që ke përpara, që është shumë më rëndësi se kjo këtu. Ka një shprehje që thotë se nuk mund të ndryshosh kapitullin tjetër të jetës, të dashur Bërqeapër, duke lexuar vazhdimisht të njëjtën faqe. Dhe kjo letër pikërisht këtë thotë. Ka disa betejë që nuk fitohen duke I vazhduar. Fitohen duke vendosur se nuk do të jetojnë më brenda teje. Kanë qenë dhe I nxjerr për jashtë. Kaq e thjeshtë. Integriteti është shumë letër e fortë, flet për karakterin, për kufitë, për respektin ndaj vetes. Bërqeapi zakonisht është njeri që nuk bën shumë zhurmë, por kur vendos një kufi e ka me tërmend. Megjithatë, kjo letër të pyet: a je duke jetuar sipas vlerave të tua, apo je duke u përshtatur vetëm për të mos prishur qefin e të tjerëve? Sepse ka raste për të ruajtur paqen, Bërqeapër njeriu pranon gjëra që në të vërtetë nuk I pranon. Qesh kur nuk ke dëshirë, më ka ndodhur dhe mua. Hesht kur duhet të flasësh, absolutisht. Pranon kur duhet të refuzosh. Pak nga pak fillon të largohet nga vetja. Integriteti pra nuk është të tregosh të tjerëve kush je. Është të mos e tradhtosh veten, edhe kur askush nuk po të sheh. Dhe kur arrin këtë pikë, del letra që kërkon të marrësh drejtim. Dyshja e zjarrit, të dashur Bërqeapër. Kjo letër flet për zgjedhjen e drejtimit. Ti je në një moment ku ke disa mundësi përpara. Jo pak, po disa. Shpesh Bërqeapi ka zakon të mbajë shumë gjëra në dorë njëkohësisht. Të mos së mbyll asnjë derë. Por jeta kërkon edhe vendime. Sepse nëse përpiqesh të ecësh në 5 rrugë njëkohësisht, në fund nuk ecën në asnjërin. Kjo letër të kërkon të vendosësh prioritet. Jo gjithçka nga ato mundësitë apo dëshira synimet tua kanë të njëjtën rëndësi. Dhe jo çdo mundësi është apo
çdo mundësi nuk është gjithmonë ajo e duhura. Më mirë të ndërtosh një gjë të mirë se sa të fillosh 10 e të mos përfundosh asnjë pra. Kjo është letra që të thotë të bësh zgjedhjen e duhur. BLL-ku. Këtu jemi mirë me Birciapin, çka do që ka të bëj me BLL-kun, mirëqenien, ekonominë, financat, Birciapi është i pari. Nuk flet vetëm për para kjo letër, por flet dhe mënyrën se si e sheh jetën. Kur njerëzit ka njerëz që gjithmonë shohin atë që u mungon. Dhe ka njerëz që fillojnë të ndërtojnë me atë që kanë. Kjo letër të kujton se BLL-ku fillon në mendësi, në kokën tënde së pari. Nëse vazhdimisht mendon se nuk ke mjaftueshëm kohë, mjaftueshëm para, mjaftueshëm mbështetje, apo mjaftueshëm fat, gjithmonë do të gjesh arsye për të mos filluar. Por, Birciapër, nëse fillon të përdorësh atë që ke, pak nga pak, do krijosh më shumë. Mos e nënvlerëso për atë që ke ndërtuar deri tani. Shpesh je aq i përqendruar te maja e malit, sa haron të shohësh sa larg ke arritur. Mbreti i ajrit flet për pjekurinë, jo për moshën, për mënyrën si merr vendime. Ky mbret nuk udhhiqet nga emocionet e momentit, Birciapër. Ai dëgjon, analizon, vendos, dhe pastaj nuk kthehet pas çdo 5 minuta për ta pyetur veten nëse bëri mirë. Ndoshta kjo është gjëja që duhet të ndryshosh, Birciapi. Merr vendime dhe mëso të qëndrosh atyre vendimeve. Jo çdo zgjedhje do të jetë perfekte, por edhe vendimi i gabuar të mëson diçka absolutisht. Ndërsa mungesa e vendimit nuk të çon askund. Besoj më shumë gjykimit tënd, sepse në shumë raste ke ditur që në fillim çfarë duhet të bëje. Thjesht ke pritur gjatë. Të 6 letra të dashur Birciapër flasin për një njeri që ka fituar përvojë, ka krijuar karakter dhe di të marrë përgjegjësi. Por të tregojnë dhe diçka tjetër. Ka ardhur një pikë ku nuk mjafton më të mendosh drejt. Duhet të veprosh drejt. Mos harxoj energji duke mbajtur konfliktet e djeshme gjallë. Mos bëj kompromise me vlerat e tua vetëm që të tjerët të jenë të kënaqur. Zgjedh një drejtim dhe ec i vendosur, absolutisht i vendosur. Vlerëso atë që ke ndërtuar dhe mos e nënvlerëso atë që ke fituar deri tani. Sepse mesazhi i këtyre letrave është i qartë. Jeta jote nuk do të ndryshojë nga një mundësi e madhe, që do të vijë një ditë që je duke pritur. Do të ndryshojë nga vendimet e vogla, por të qëndrueshme, që fillon të marrësh duke filluar që sot.